Ti e produkti i luftës hibride të armiqve tonë, pra ty të kanë kriju, ti ke ushqy këtë luftë hibride në këtë vend, në vazhdimësi, ti ke punu sistematikisht me diskreditu çdo vlerë të vendi, e pam që është një lloj shfaqësimi për gjendjen e vendit, për problemet që ka vendi, kuptohet ka mujt mu shfaqësua dhe i grim ma shumë, me shpjegu pak edhe pse jemi në sanksione, pse na është ndalu dialogu strategjik, pse çmimi i energjisë është rrit kaq shumë e kem probleme në prodhim, e kjo listë ka mujt me qenë gjatë. Tani edhe ne si Aleancë nuk dëshirojmë, pra nuk e shohim të rrugës të rendit që të debatojmë për një program qeverisës të një qeveri januare, sepse nuk në dha, nuk kemi asnjë material me shkrim të ndonjë programe qeverisës për vitet që vijnë, që është praktik e zakonshme, pa shihet që deputeti që u paraqit në emër të shumicës nuk ka program qeverisës fare. Ma viti pak kjo arsyeja pse e çeke luftën hibride sot. On pas kaq vitesh ti në këtë foltore, për mendimin tim i nderuar, ti e produkti i luftës hibride të armiqve tonë, pra ty të kanë kriju, ti ke ushqy këtë luftë hibride në këtë vend, në vazhdimësi, ti ke punu sistematikisht me diskreditu çdo vlerë të vendi, disa për qelve dhe i vunë pasojat sot e drejtësisë ndërkombëtare, disa ma herët, dhe si i këtil një ditë, po, është e vërtet, lufta hibride e han ato, i cili e ka ushqy atë luftë, e ta shtë ka ardhë radha, besoj edhe ty,